Kështu kom thonë edhe në videon ku kom folë për të nominuarit edhe gjatë live-it e diskutuam zbashku, Riku e lën shtëpinë sepse ndoshta ka mujt me jap, unë s'mund të paragjykoj çka ka mujt me jap, po mund të gjykoj për çka ka jap, s'ka jap kur gjë heqme në shtëpisë, s'ka kriju situatat vetat, nuk ka pas kur gjë përveç 2-3 zhurmave që publiku nuk i don zhurmat, nuk ka shumë dëshirë publiku me pa ato unë ta bëj, nuk don publiku me pa ku shumë ai fort në shtëpi murre. Se për në shkojnë e këshyrin ai box, nuk ose ndaj karate ose ndaj çfarë do sporti që është për murre. Nuk besoj që është interesuar publikin gjëra të tilla. Eriku është një këngëtar që me një zot mrekullueshëm është aty më mbajt, po edhe me kriju situatat veta, ndërsa siç e thash edhe në live, Mateo i ka 2 situata minimal në shtëpi, Brikenën dhe tash me Selinën e Mirin.